18 prilli shënon ditën ndërkombëtare të monumenteve të kulturës dhe siteve arkeologjike, e cila vjen si një apel për të ruajtur këtë trashëgimi dhe vlerave që ajo përcjell, një muze i veçantë ku ruhen jo vetëm vlerat dhe kujtimet e shkollës, por dhe objekte të tjera të vjetra që dëshmojnë historinë e popullit ton, është ngritur në shkollën 9-vjeçare Etem Zhgaba në fshatin Vranisht të Devollit. Një meritë të veçantë ka ish drejtori i kësaj shkolle, Njeri Faris Spaho, i cili ka punuar me përkushtim për krijimin e historiku të shkollës dhe krijimin e disa materialeve që ne gjetëm deri në vitin 90. Mbas vitit 1990 ne kemi punuar të gjithë me stafin e mësuesve për ta ringritur dhe për ta plotësuar me elemente të domosdoshme që i përkasin historisë në të cilën ne kemi punuar. Këtu janë të gjitha arritjet, është dekorimi që është bërë shkollës me urdhën në infrashit klasit të dytë, kupat që janë marrë në për Spartakiada, trofet të tjera, nxënësit që kanë fituar në Olimpiada kombëtare dhe në lokale. Në këtë muze janë pasqyruar dhe foto të ndërtesave të vjetra që shërbenin për të mësuar gjuhën shqipe dikur, fotot e mësuesve të parë, Etem Zhgaba, Jashar Becolli, Mustafa Xama e Servet Xama e të tjerë. Ndërkohë, një ndër objektet më të veçanta që ka muzeu i shkollës Etem Zhgaba është kjo bankë shkollore e viteve 50. Në këtë shkollë mësojnë rreth 120 nxënës të 3 fshatrave, Vranisht, Pilur dhe Bickë.